Pak pasi presidenti rus Vladimir Putin refuzoi kategorikisht çdo propozim që nuk përfshin kontrollin e plotë të Moskës mbi të gjitha territoret në rajonet strategjike të Zaporizhas, Khersonit dhe Donbasit, duke llogaritur dhe ato që ende ndodhen nën kontrollin e ushtrisë ukrainase. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se ka ardhur momenti që Rusia dhe Ukraina të paraqesin propozime konkrete për fundin e luftës. Jemi në një pikë kritike, ku të dyja palët duhet të propozojnë mënyra të qarta për t'i dhënë fund këtij konflikti. Vazhdimi i përfshirjes amerikane si ndërmjetësuese varet nga vendimi i presidentit, por nëse nuk ka përparime të dukshme, ne do të largohemi nga procesi. Kremlini nuk e pranoi kërkesën e kreut të shtetit ukrainas Zelenski për një armëpushim 30 ditor dhe ka vazhduar të qëndrojë desë një pauze ushtarake vetëm për 3 ditët e festimave të ditës së fitores mbi nazizmin nga data 8 deri në 10 maj. Të hënën shefi i diplomacisë amerikane telefonoi homologun e tij rus Sergej Lavrov për t'i treguar se është koha t'i jepet fund kësaj lufte të pakuptimit. Rubio e bëri të qartë se këto ditë do të jenë vendimtare për të përcaktuar nëse SBA do të vazhdojë përfshirjen e saj në tentativat për të dhënë fund konfliktit apo do të zgjedhë të braktisë bisedimet e paqes.